Nga rreth 100 milion euro eksporte bujqësore që Shqipëria kishte në 2013, sot ka 520 milion deri në fund të dhjetorit 2024. Por ne na duhet që duke mbështetur bujqësinë, duke sjell inovacionin në të, duke bërë bashk fermerët të cilët tashmë kanë dhe eksperiencën, ta çojmë të gjithë të sektorë në një nivel tjetër, dhe synimi i qeverisë shqiptare është që në fund të vitit 2030 ne të kemi arritur mbi 1 miliard euro eksporte bujqësore. Nga ana tjetër bashk kemi diskutuar për problematika të cilat kanë të bëjnë me vlerën e produktit. Me vlerën e produktit që nuk duhet shkojë dëm. Ndaj, industria ushqimore në këtë qark dhe sidomos në Lushnjë është hapi tjetër inovativ dhe i dur që ne do të hedhim. Dhe gjithçka do të bëhet midis diskutimeve, tryezave të gjëra me grupet e interesit, sepse ju dini më mirë se cilat janë nevojat dhe ne dimë më mirë se cilat janë zgjidhjet. Do kthehesha tek dita e rëndësishme e 11 majit. Dita kur Shqipëria kalon në një fazë tjetër të historisë saj. Një kapitull i ri do të hapet. Kapitulli i Shqipërisë Europiane. Ky mandati katërt nuk është një mandat si gjithë tjerët. Jemi në prag të një hapi historik. Ky mandat i katërt nuk është vetëm për socialistët, dhe në këtë shesh sot këtu nuk janë vetëm socialistët. Në këtë shesh janë gjithë shqiptarët, se tashmë Edi Rama dhe Partia Socialiste përfaqësojnë të gjithë shqiptarët. Se tashmë Edi Rama dhe Partia Socialiste janë gati për të hapur një kapitull të ri, kapitullin e Shqipërisë Europiane. Të gjithë bashku drejt kutive të votimit për të korrur fitoren më të madhe historike në qarkun e Fierit, duke nisur këtu nga Lushnja e nga Divjaka, duke nisur nga çdo cep i këtij qarku dhe duke shkuar në mban në gjithë Shqipërinë.